Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Në këtë orë të vonë do të ndaj letrën e radhës me ju. Një letër në fakt shumë e dhimbshme, një letër shumë e ndjerë. Këtë letër na e ka shkruar një nën e cila ndan dhimbjen e saj që po I shkaktohet nga I biri. Nusja nuk e do. Dhe djali, më vjen keq që po e them kështu, është detyruar që ta nxjerrë në një dhomë të vetme. Nuk e kisha menduar kur se do të vinte një ditë që do të flisja me muret, thot nëna. Nuk e kisha menduar se djali që e mbajta në bark, 9 muaj, që e rita me buke me krip, do kalonte pranë derësime pa më thënë asë si je o I nën. Sot jetoj në një dhomë të vogël në fund të shtëpisë. Një krevat I vjetër, një batanie me erë lagështie dhe një dritare që me zi hapet. Kjo është bota ime tani. Kur bie nata, dëgjoj zërat e tyre nga salloni. Qeshin, han darkën bashk, shikojnë televizor. Ndërsa unë ha e vetme. Në heshtje, duke dëgjuar lugët që përplasen larg meje. E dini çfarë më dhëm më shumë? Jo varfëria, jo pleqëria, por fakti që djali im është gjallë dhe sillet sikur unë nuk ekzistoj fare. Kam vite që nuk I kam dëgjuar zërin me dashuri. Çdo fjali e tij është e ftohtë. Mos u përzije, ri në dhomën tënde, mos e mërzit nusen. Dhe unë hesht sepse unë kam frikë se mos një ditë më thonë të largohem krejt. Kur lindi djali im, isha vetëm 22 vjeçe. Buri punonte larg dhe unë e rita vetë. Kam larë shkallët, kam punuar në ara, kam pasur shtëpi të huaja vetëm që ai të mos flinte I uritur, të mos flinte I thyer. Mbaja mend netët kur nuk haja bukën që hante ai. I thoja, unë kam ngrënë më parë, kam ngrënë bukë. Por ishte gënjeshtër. Unë vetëm ujë pija. Kur së muri, ria pa gjumë gjithë natën. Ja mbaja dorë në balle dhe lutesha, o Zot, merre jetën time, vetëm djalin tim ma lër. Ai ishte gjithçka që unë kisha. Kur u rit dhe iku në emigrim, qaja çdo natë. Më merrte në telefon dhe më thoshte, nën, duro edhe pak. Do të bëj që të ndjesh mbretëresh. Edhe unë e besoja çdo fjalë. Kur u kthye, solli me vete një vajzë. Nusen e tij. Në fillim e prita si vajzën time. I hapa derën, I fala Florin të mi të fundit, I thash, kjo shtëpi është edhe e jotja. Por nga dalë gjithçka ndryshoi. Në fillim ishin gjëra të vogla. Nën mos hyr në kuzhinë, se sistemoj unë, nën mos fol kur kemi miq. Pastaj filluan fjalët më të rënda. Ti e prish qetësinë, ti ndërhyn shumë, djali yt ka nevojë për jetën e vet. Dhe djali im vetëm rinte në heshtje. Kjo heshtje më vrau më shumë se çdo sharje.
Një ditë nusja më tha, më mirë të rish në dhomën e vogël poshtë, atje do t'jesh më rehat. Më rehat? Ajo dhomë dikur ishte depo, aty mbanim qymirin dhe veglat e vjetra. Djali im uli kokën dhe nuk foli. Unë prisja që të thoshte jo, nëna nuk shkon atje, por a i heshti. Atë natë qava pas zë, mora robat e mia në një qese dhe zbrita poshtë. Teksa mbylla derën, ndjeva sikur po më varrosnin për së gjalli. Kaluan muaj, askush nuk më pyeste se si isha. Kur së muresha, i mbaja dhimbjet për vete. Një natë më ra të fikët, u zgjova në dysheme vetëm. Dëgjoja nipin tim sipër duke qeshur, nuk e dinte që gjyshja e tij ishte shtrirë dhe ishte pa ndjenja. Kam dashur shumë herë të largohem të iki në azil, por zemra nuk më la. Çdo mëngjes pres të dëgjoj trokitjet e derës. Hajde në pim një kafe. Por ajo trokitje nuk vjen kurrë. Një ditë mora guximin dhe i thash djalit, birë, atë ka mërzitur kaq shumë. Ai nuk më pa me sy, më tha vetëm mos i bëj gjërat më të vështira. Ato fjalë mua më pren shpirtin. Unë nuk kërkova pasuri, nuk kërkova luks, doja vetëm pak dashuri, pak respekt. Të më thoshte një herë si je oj nën. Ka net kur marr fotografitë e tij të vogël e i flas si i marr. Kujton kur të mbaja në krah, kujton kur kishe frikë nga errësira dhe vije flije pranë meje. Sot unë kam frikë nga errësira, por ti nuk po vjen. Nusja ndonjëherë më shikon sikur unë jam bar, sikur po ua zë frymën në shtëpi. Një ditë dëgjova pa dashje teksa i thoshte, duhet të gjejmë zgjedhje për të. Për një moment mendova mos vallë po flisnin për mua si për një send. Atë natë nuk flita. Vetëm shikoja tavanin dhe mendoja, si mund të bëhet zemra e njeriut kaq e ftohtë. Kam falur gjithçka për atë djalë, rinin, shëndetin, jetën time. Sot kam mbetur vetëm me kujtimet. Por prap edhe pas gjithë kësaj, nëse djali im do të hapte derën, tani do të më thoshte, nën më fal. Edhe unë do ta përqafoja më njëherë, sepse zemra e nënës nuk di që të urej, ajo di vetëm të fal.